وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله عز وجل فلندرoj ai falë ndim kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt në të drejtë përveç Allahut azza wa jall. Dhe se Muhamedi është shoku dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jall që na mundsoi që sonte të takohemi, të mësojmë disa fjalë për fesë Allahut azza wa jall. Elus Allahun azza wa jall që këto fjalë të na bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Sonte me lenin Allahu do të vazhdojmë me serialin tonë rreth besimit të Ahlus Sunnetit, ku si temë me radhë për sonte do të flasim rreth kuptimit të fjalës Ahlus Sunne. Por ne në ligjëratën e kaluar folëm rreth kuptimit të fjalës akide, edhe rreth emrave të librave apo rreth emrave të akides, edhe rreth emrave të librave të akides, dhe i cekëm disa emra të librave të akides, edhe i cekëm domethënë emrat e akides tek Ahlus Sunneti edhe emrat e akides tek i thart e risive apo i thart domethënë e bidatëve. Sonte me lenin Allahu azza wa jall do të vazhdojmë të flasim rreth bot kuptimit të fjalës Ahlus Sunne. Ne të gjithë pretendojmë se jemi Ahlus Sunnet. Mirë po fillimisht para se me pretendu diçka ne duhet që ta dimi se fillimisht çka do thot ajo fjalë. Në çka aludon ajo fjalë. E sonte ne me lenin Allahu azza wa jall do të tentojmë që ta sqarojmë pak me qëllim që ta njohim vetveten tonë, edhe nëse kur i thojmë tjerëve se ne jemi Ahlus Sunne, atëherë domethënë ta dimi se çfarë do thotë kjo fjalë, edhe si t'ia sqarojmë tjerëve domethënë se ne kush jemi. Por fillimisht fjala ahl, të domethënë dy terme arabe, ahl ka shumë kuptime, e ka kuptimin domethënë familje, e ka kuptimin domethënë si thar, si pasues. Qëllimi i jon këtu se Ahlus Sunne e ka për qëllim domethënë si pasues apo si idhtar. Kjo domethënë shkurt për sa i përket fjalës ahl. Kurse problemi më i madh, definicionet më të rënda apo më është problemi ku gjendet domethënë mes dietarëve është e fjala sunnet. Për arsye se sunnet në aspekt gjuhësor do të thotë rrugë, do të thotë jetëshkrim, do të thotë biografi. Mirë po dietarët kanë rënë mos pajtim mes tyre se ajo rrugë a ka për qëllim rrugën vetëm se rrugën e mirë, apo ajo rrugë ka mundësi domethënë që të ketë edhe rrugë e keqe. Ka për dietarëve, siç është El-Azhari, thotë se sunnet është rruga e mirë, apo rruga domethënë e cila është e pëlqyer edhe e përqendruar. Kjo thotë është Azhari. El-Azhari domethënë na bën me dije se sunnet është vetëm se rruga e mirë. Rruga e keqe nuk hyn domethënë në fjalën sunnet, për sa i përket domethënë definicionit në aspektin gjuhësor. Kurse Ibn Mandur edhe tjerë ulemat gjuhës thonë se sunnet do të thotë rrugë, qoftë ai e mirë apo qoftë ai e keqe. Ku bazohet Ibn Mandur edhe ulemat e tjerë? Ibn Mandur edhe ulemat e tjerë bazohen në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi Allahu azza wa jall e qartëson qartë se sunneti është në aspekt gjuhësor është edhe sunnet domethënë i mirë, edhe sunnet domethënë që apo rrugë e mirë edhe rrugë e keqe. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sanna sunnatan hasanatan. Thotë se ai njeri i cili e bën një traditë të mirë, edhe thotë edhe të tjerët e pasojnë atë traditë të tij, ai do ta merr shpërblimin, si dhe do t'i merr shpërblimet të atyre të cilët e pasojnë. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sanna sunnatan sayyi'atan. Thotë ai i cili e bën një traditë të keqe, do ta merr atë gjuna, mirë po do ta merr edhe gjunohun e atyre të cilët e pasojnë atë rrugë, atë sunnet. E Ibn Mandur e cek se pejgamberi Allahu azza wa jall me këtë hadith e ka qartësuar mirë se sunneti apo rruga në aspekt gjuhësor nuk e ka për qëllim vetëm se rrugën e mirë, po e ka për qëllim edhe rrugën e keqe.
Edhe pastaj kanë rrotë dietar, mos pajtim, kanë thonë kur cekët atëre sunnet, ne si ta dimi se e ka për qëllim rrugën e mirë apo rrugën e keqe. Atëre e cekin dietar se ka metoda si mund që të dallohet fjala sunnet kur vjen fjalë, apo kur vjen domethënë me një tekst. Fillimisht e cekin se me të lexon tekstin, sipas tekstit ku ka ardhur, atëre e shikon se për shkak ka për qëllim, a ka për qëllim rrugën e mirë apo ka për qëllim rrugën e keqe. Po ashtu i cekin në dy metoda. Metoda e parë është metoda e shtojcës, ku e cekin se nëse fjala sunnet vjen me një shtojcë e cila e ka për qëllim diçka të mirë, diçka të pëlqyer, atëherë thonë se kjo është sunnet i mirë. Edhe shembull më të mirë e cekin kur vjen me fjalën Allah. Pra kur cekët domethënë si shtojcë Allahut, edhe pejgamberëve të tij. Si thot Allah Azza wa Jall, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila." Thot Allah Azza wa Jall se vërtet ti nuk mund të gjesh ndryshim ose shndërrim në ligjet e Allahut Azza wa Jall. E në këtë rast e cekin se fjala sunnet mos i ka ardhur këtë ajet e ka për qëllim rrugën e mirë. Kurse kur ka mundësi domethënë që të vijë, nëse vjen domethënë në tekst nëse vjen domethënë kushtohet diçka që është e keqe apo e urrëtur, siç është rasti në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi Allahu azza wa jall, "La tattabi'anna sunana alladhina man kana qablakum." Thotë se ju do t'i pasoni traditat e atyre të cilët kanë qenë para jush. Edhe i thonë ja Rasulullah, a e ke për qëllim jehudët, çifut edhe krishterët? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kush qetër post domethënë krishterëve edhe çifutëve." Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast fjalën sunnet e ka cek domethënë te krishterët dhe çifut. E traditat e tyre patyshim se janë domethënë qortuar me librin e Allahut azza wa jall. Edhe sunetin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Këtë rast domethënë ka ardhur si rrugë domethënë e qortuar edhe dihet se suneti këtë rast apo rruga është domethënë e keqe. Po ashtu ka mundësi domethënë që të dallohet se është rrugë e mirë apo rrugë e keqe nga përshkrimi i fjalës apo nga cilësia. Siç e cek domethënë pejgamberi Allahut azza wa jall këtë ditë, "Men sanna sunnatan hasana." Thotë se ai njeriu i cili e bën një traditë mirë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka cek këtë rast, e ka cek domethënë e ka definuar, e ka përshkruar se ajo rrugë është rrugë e mirë. Pra el-Azhari definicionin e tij për çka ka dhënë aspekt gjuhësor, për sa i përket sunnetit, nuk i takon aspektit gjuhësor. Po el-Azhari atë definicion që e ka dhënë, ai është definicion i shariatit apo terminologjisë së shariatit. Ta cilën me lenin Allah do ta shëllojmë inshallah vazhdim. Për arsye se sunnet apo ka mundësi ta gjeni domethënë definicionin e sunnetit në shumë libra. Te ulemat e hadithit ta gjeni ndryshe, tek ulemat e fiqhut ta gjeni ndryshe, tek ulemat e usulit fiqhut ta gjeni ndryshe. Tek ulemat e hadithit fjalën sunnet ta shihni se e kanë definuar ndryshe. Ku qëndron problemi? A kanë ata mos pajtim mes tyre apo ka diçka tjetër? Dietarët e cekin se ulemat, se dietarët domethënë shkencave ndryshme, për sa i përket shkencave shariatit, e kanë definuar çështjen e sunnetit sipas asaj lëmie me të cilën mirën ata. Ulemat e hadithit e kanë definuar ndryshe, për arsye se atyre u intereson diçka tjetër. Ulemat e fiqhut, jurisprudencës islame, e kanë definuar ndryshe, për arsye se atyre u intereson diçka tjetër. Ulemat e usulit ndryshe, ulemat e akidës ndryshe. Për këtë arsye, ulemat dietarët e hadithit e definojnë fjalën sunnet kështu. Thonë se çdo sen çka ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga thënjet e tij, nga veprat e tij, nga vërtetimet e tij, nga cilësitë e tij, trupore, morale ose jetëshkrimi i tij, pa marrë parasysh se ai ka qenë para shpallës apo pas shpallës. Kjo është definicioni i sunnetit tek ulemat e hadithit. Tek dietarët e usulit fiqhut e definojnë ndryshe. Thonë se sunnet është çdo sen apo është fjala, vepra, vërtetimi i pejgamberit të Allahut azza wa jall. Për çdo sen i cili është përcjell nga fjalët e pejgamberit të Allahut azza wa jall, nga veprat e tij, edhe atë që e ka vërtetuar pejgamberi Allahut azza wa jall, kjo është sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shifet domethënë se definicionet janë ndryshe. Unë e ceka se dallimi mes dietarëve në çështjen e definimit është se ata kërkojnë diçka në lëminë e tyre. Shembull ulemat e hadithit, qëllimi i tyre është ta marrin pejgamberin Allahut azza si shembull, si shembull. Edhe i cekin gjithta çka ka ardhur prej tij.
thënjen, veprat, virtytet, krejt, pa marrë parasysh se te a ka dispozit apo nuk ka dispozit. Si intereson atyre. Dietarëve të hadithit nuk intereson. Ata vetëm se e marrin e dinë se ka për pejgamberit Allahu xhin. Hadithi është i vërtet, edhe thonë se kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pa marrë parasysh se ka dispozit apo nuk ka dispozit. Dietarët e usulit fiqhut, qëllimi i tyre është nxjerrja e rregullave. Nxjerrja e rregullave me qëllim që ato rregulla më vonë punojnë ulemat, të cilët kanë arritur deri në gradën e mushtritëve. Edhe i marrin domethënë ata, edhe qëllimi i tyre është që ata domethënë kujdesen për fjalët dhe për veprat, edhe ata që ka vërtetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilat domethënë i vërtetojnë dispozitat. Kjo është qëllimi i dietarëve të usulit fiqhut. Kurse ulemat e fiqhut qëllimi i tyre është çifet domethënë gjykimi i shariatit në veprat e robit. A është vajib, a është detyrim, a është sunet, a është domethënë e pëlqime, apo është haram, apo është mekruh. Kjo është domethënë qëllimi i definimit të sunetit tek ulemat e shariatit. Pra sipas lëmimeve me të cilat merren ata. Për këtë arsye nëse e shihni për fjalën sunet, libra të ndryshme tek ulemat e hadithit ndryshe, tek ulemat e usulit fiqh ndryshe, tek ulemat e fiqh ndryshe, dini se qëllimi domethënë nuk kanë diçka që kanë mos pajtim mes tyre ose tentojnë që ta definojnë ndryshe, po qëllimi i tyre është domethënë se ata dëshirojnë ta definojnë sipas asaj çka u intereson atyre në lëmime të cilët ata merrin. Kjo për sa i përket këtyre. Kurse në lëmin e akidës, fjala sunnet nuk e ka këtë kuptim. As në ulemave të hadithit, as në ulemave të fiqhut, as në ulemave të usulit fiqhut. Për arsye se e cekin dietar se vjen sunnet apo vjen domethënë termi sunnet ka shi fjalës bidat. Pra ka shi fjalës domethënë dirisi, pra kuptim më i përgjithshëm. Për këtë arsye e cekin dietarët, kjo term apo kjo ka filluar domethënë ta cekin këtë rregull prej atëherë kur kanë filluar domethënë që të përhapen bidatet edhe risit. Atëherë kanë filluar domethënë që të dallojnë sunnetin edhe bidatin. Kanë thonë filani është pasues i sunnetit, filani është pasues i bidatit. Për këtë arsye thot Imam Shatibi, thot se e mërtohet apo vjen fjala sunnet, ka shi fjalës bidat. Edhe i thuhet atëherë, filani është i thar i sunnetit. Domethënë se është i kapur për rrugën e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Fillimisht është i kapur për librin e Allahut azza wa jall. Ka shi atyre të cilët e kundërshtojnë këtë, edhe ata i pasojnë epshet edhe bidatet edhe risit, e atyre thot u thohet i thart e bidateve. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah e përcjell prej Imam Ebil Hasan Muhammad ibn Abdul Malik al-Karji, thot se ai ka thonë thot dije se sunneti është kështu. Thot definohet çdo sen apo tradita e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Thot edhe ajo ndahet në tre pjesë: në thënie, në vepra edhe në besim. Në thënie, në vepra edhe në besim. Kurse Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah e cek edhe thot se sunnet është rruga me të cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë qenë khulafa ar-rashidin, kanë qenë sahabët, kanë qenë tabiin, të cilët i kanë pasur ata me të mirë. Për këtë arsye thotë se fjala sunnet tek ulemat apo e ka për qëllim fen tërsi, jo vetëm se atë që kanë ndarë ulemat e hadithit edhe ulemat e fiqhut edhe usulit fiqhut. Pra fjala sunnet e ka jetën apo e ka fen tërsi. Për këtë arsye e cek se selefi më herë kur kanë folur për sunnetin e kanë cek, domethënë e kanë pasur qëllim këtë, jo vetëm sa që e kanë cek ulemat e hadithit apo ulemat tjerë, por e kanë pasur qëllim domethënë në tërësi fen. Pra për këtë arsye, sunnet tek ulemat e akidës do thot atë që ka qenë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë sahabët, kanë qenë khulafa ar-rashidin, edhe ata të cilët i kanë pasur me të mirë, edhe i pasojnë deri ditën e Kiametit. Edhe ato domethënë besimin e tyre, dijen e tyre, veprat e tyre, edhe thënjet e tyre. Pra kjo është domethënë për sa i përket definimit të sunnetit tek ulemat e akidës. E pa atëre kush tash vjen domethënë para çdo pyetje se kush janë atëre ehlu sunneti. Pra ata të cilët domethënë e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hazm se ehlu sunne thot ata janë të cilët janë në rrugën e vërtetë. Kurse të gjithë tjerë të cilët nuk janë me ta, ata janë kundërshtarët e tyre, edhe ata janë pasues e bidateve dhe pasues e risive. Thot ehlu sunneti janë sahabët, ehlu sunneti thot janë tabiin, ehlu sunneti thot janë ulemat e hadithit,
edhe ata të cilat i kanë pasu prej ulemave të fikut, edhe të gjithë ata të cilat i pasojnë brez pas brezit, qofshin ata edhe nga awami apo nga njerëzit e rëndonë, vetëm se e pasojnë bazat e ulemave të ehlu sunnetit. Pra këta të gjithë, si pas Ibn Hazm, janë ehlu sunne. Kur që thot Ibn Gjauzi, kur e definon ehlu sunnetin, thot janë të gjithë ata, të cilat e pasojnë gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu sahabëve, edhe në ta nuk ka risi, pra pasus të risive, edhe pasus në me thonën të bidatëve. Kurse Sheikhul Islam Ibn Taymija thot se ehlu sunne janë ata të cilat janë të kapur për librin e Allahut azza wa jall, janë të kapur për sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në krejt atë të cilat kanë qenë pajtueshëm muhaxhirët edhe ansar, edhe të gjithë ata të cilët i kanë pasu. Po ashtu Sheikhul Islam Ibn Taymija thot se sunnet apo ahlu sunne janë të gjithë ata të cilët janë kapur për librin, për sunnetin, edhe për ixhmon, edhe për këtë arsye, thot këto janë thot ahlu sunne edhe xhamati. Kurse Sheikh Abdulrahman Es-Saadi thot se ahlu sunne janë të gjithë ata të cilët e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe i pasojnë bazat e ehlu sunnetit, i pasojnë sahabët, i largohen risive, edhe bidateve dhe epsheve, pra nuk i përkasin as khawarijve, as mu'tazilve, as jahmive, as kaderive, as rafidive e as murxhive. Të gjithët apo grupacionet të cilat kanë deviju prej ehlu sunnetit, prej rrugës së drejtë të pejgamberit Allahut azza wa jall, thot këta janë ehlu sunne edhe xhamat. Pra të gjitha definicionet të cilat i bin ulemat për sa i përket termit të ehlu sunnetit, çfarë do thot ehlu sunne, të gjitha janë parafërsisht njëjtë. Edhe mund domethënë ta definojmë me një definicion, të cilën e cekin dietarët e ehlu sunne janë ata të cilët janë kapën për rrugën e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Edhe na të cilët janë pajtu sahabët, edhe tabiint, edhe të gjithë ata të cilët kanë nërë pas tyre, edhe nuk i kundërshtojnë në asnjë sen në bazën e besimit të tyre. Pra, duhet që ta pasojsh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ti pasojsh sahabët, ta pasojsh metodologjinë e tyre, ta pasojsh besimin e tyre, edhe mos i kundërshtojsh ata as pak në bazat në parimit apo në parimet e ehlu sunnetit, me të cilët kanë ardhur domethënë ata. Edhe të gjithë awami apo njerëzit e rëndomë të cilët e pasojnë këtë rrugë, të gjithë atyre u thuhet domethënë ehlu sunne. Nga ehlu sunne dalin të gjithë ata të cilët i pasojnë risit, i pasojnë bidatet, edhe i pasojnë epshet, edhe i kundërshtojnë bazat parimet e ehlu sunnetit, dhe të cilët ehlu sunneti kanë ixhma, kanë unitet, se ato janë bazat usult ehlu sunnetit për sa i përket domethënë besimit të tyre. Për këtë arsye atë më të mirë që e ka thënë Abdullah ibn Mubareki, siç e përcjell Imam al-Barbahari. Thot Abdullah ibn Mubarek, thot se prej 72 grupeve të cilat janë devijuar, 4 prej tyre janë baza. Prej atyre 4 janë shpërndar apo janë ndarë të gjitha grupe tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë se ummeti i tij do shpërndahet apo do të përçohet në 73 grupe. Një prej tyre do të jetë në drejt, 72 grupe do të jenë të devijuara. Edhe kur e pyetën pejgamberin Allahu të gjithë cilat janë ja Rasulullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çau tha. Pejgamberi Allahu të gjithë u tha se ata janë të cilët janë në atë rrugë ku gjendem unë edhe shokët e mi. Pra ata janë në sunnet. Abdullah ibn Mubareki thot se për atyre 72 grupeve, 4 janë kryesorët. Për atyre 4 janë shpërndarë të gjitha grupacionet tjera. Ato thot janë kaderit, janë murxhia, janë shiat, edhe janë khawarijt. Për këtyre 4 grupeve, Abdullah ibn Mubareki thot se janë shpërndarë domethënë edhe grupet e tjera. Për këtë arsye thot Abdullah ibn Mubareki, thot se ai i cili jep përparësi Ebu Bekrit, i jep përparësi Omerit, i jep përparësi Othmanit, i jep përparësi Alis, para sahabëve tjerë, edhe sahabët e tjerë i cek vetëm se me të mirë, edhe lutet për to vetëm se për hajr, thot ai njeri thot nuk ka ashtot prej shiave. Ai njeri thot i cili thot se imani shtohet, edhe imani paksohet, edhe rritet, apo imani është vepër, edhe dhënje, thot ai njeri thot nuk është prej murxhiave. Kurse thot Ibn Mubareki, ai njeri i cili thot se ai njeri i cili se duhet që të falet namazit mas
imamit devotshëm apo qoftë mëkatar. Dhe se xhihadi nuk bëhet vetëm se me halifen. Dhe se nuk lejohet që dilet imamit me shpatë, pa pas domethënë burhan argument qartë, edhe ban dua për imamin, thot ky njeri thot ka dal prej xhavarixhve, domethënë nuk është prej xhavarixhve. Kurse thot Abdullah ibn Mubarak, ai njeri I cili thot se përcaktimet të gjitha janë nga ana e Allahut azza wa jall. Edhe hajri edhe sherri, edhe Allahu udhëzon, edhe Allahu devijon, ky njeri nuk I përket kaderive. Thot ky njeri është prej ehlu sunnetit. Pra kjo është definicioni të cilën e ka dhënë domethënë Abdullah Mubaraki. Për këtë arsye selefi të parë tanë gjithmonë e kanë definuar veten e tyre me këto parime. E sidomos karshi atyre të cilët kanë shpikën risin fe. Sidomos kur atyre kanë filluar që të përhapen domethënë risi shumë. Për këtë arsye ata e kanë dalluar ehlu sunnetin prej ehlu bid'a, prej atyre të cilët I pasojnë domethënë risi. Për këtë arsye ata e cekin se ehlu sunneti emrat të cilat I merr vetëm se nga Islami. Krahas domethënë atyre të cilët I pasojnë risit edhe bid'atëve. Për këtë arsye e cekin se ehlu sunneti ata nuk kanë emër apo nuk njihen me emër, nuk njihen me epitet, nuk njihen me shenjë e cila nuk I përket Islamit edhe na çka aludon Islami. Si janë domethënë grupacione të cilët e cekin apo I marrin emrat e aty njeriu të cilit domethënë e ka shpikat, sikur si janë domethënë Jahmit apo Mu'tazile, apo domethënë Kaderit, apo Ahmedit e kështu me radhë. Po ashtu domethënë ata nuk I atribuohen asnjë njeriu. Po ata domethënë e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembull të tyre. Ahlu sunneti pejgamberin e Allahut azza wa jall e shohin si shembull të tyre, e jo qet. Për këtë arsye ata nuk I atribuohen askujt. Thot Imam Malik rahimullah, thot ahlu sunne, thot laysa lahum laqabun. Thot se ahlu sunneti nuk kanë epitet. Ehlu sunneti nuk kanë emër me të cilën njihen ata. Si që është domethënë rasti të Jahmit, thot ata nuk janë as Jahmi, as Kaderi, e as nuk janë domethënë Rafidi. Për këtë arsye selefi paralajmëronin prej emërtimeve, edhe prej termave të cilët kanë apo I vendonin domethënë atë kohë. Edhe cekin domethënë se është rrezik I madh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot se kush vjen edhe e pohon, e vërteton një emër me të cilën nuk ka ardhur Islami me atë. Emër I ri, ka mundu Jahmi, Kaderi, Murxia. Thot atyre një apo ai njeri thot vetëm se e ka largu litarin e Islamit nga qafa e tij. Kurse thot Maimun ibn Mehran, thot ruan thot nga çdo emër I cili është I ri edhe I shpikur në Islam. Nuk I takon asnjë emër. Ai emër nuk është I musliman dhe nuk është emër e ahli sunnetit. Kurse thot Malik ibn Madwal, thot se nëse njeriu thot merr edhe emërton emrin e veten e tij me një emër e cila nuk ka lidhje me Islam, thot atë njeri thot merr thot lirisht thot bën thot për cilës fe dush, se s'ka lidhje me Islam. Parasysh ai njeri e ka emërtuar veten e tij me një emër me të cilën nuk ka ardhur Islami. Allah subhanahu nuk ka zbrit ligj për atë emër. E kjo është dallimi mes ehlu sunnetit edhe mes atyre të cilët I pasojnë domethënë bidatet apo risit. Nga sa ata zakonisht emërtohen me emrat njerëzve, të cilët domethënë ata I atribuohen atyre ose I pasojnë ata. Por shikoni Ibn Abbasin kur vjen Muawiya ibn Abi Sufjan, edhe I thotë Ibn Abbas, thot ti thot ai e milletin e Uthmanit? Thot jo. Thot ai e milletin e Ali's? Thot jo. Thot unë thot jam milletin e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Ibn Abbas I ka pas mundësi ti thot se unë jam milletin e tyre. Pse? Për arsye se ata kanë qenë khulafa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që ta pasojmë sunetin e tij, edhe sunetin e khulafa rashidinëve. Edhe ka mujtë me thonë se jam sunetin e tyre, rrugën e tyre. Mirë po Ibn Abbasi ka qenë shumë me një preh. E ka ditë se nëse e thot këtë fjalë ka mundësi që më vonë dalë një grupacion I cili do ta merr emrin e Ali's ose emrin e Uthmanit apo çdo emër. Edhe ta cekin si punim Ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Po Ibn Abbasi çka ka vepruar? Ka thonë Ibn Abbasi se jo, unë jam rrugën e pejgamberit të Allahut azza wa jall. Por e ka pa këtë është fitne, edhe fitne e madhe. Ibn Abbasi pa dyshim se është shembull për ne në këtë rast. Edhe ne duhet që ta marrim si shembull, mos t'ia atribojmë njerëzve. Mos themi se ne pasojmë filanin apo filanin. Po ne e pasojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë besimi e ahli sunnetit. Thot Sheikhul Islam ibn Taymiyah.
Thotë se ndarje të cilat kanë ndodhur në mesin e muslimanëve. Për shkak asaj se nuk janë ka për fen Allahut, për litarin e Kuranit e Sunetit. Thotë është për arsye se apo thotë kur njeriu thotë se ente shekili, thotë se ti je kil, edhe thotë ente thotë karfendi. Janë dy grupe të se kanë edukone e shekull Islam Batemi. Sikur se sot me thonën, ti je murxhia, ose ti je khawarij, ose ti je kaderi, ose ti je kështu, ti je kështu. Si shepojnë të më thonë plot prej muslimanve. Thotë shekull Islam Batemi kjo është shkaku i përçarjes mes muslimanve. Nga se muslimant e mërtojnë me emra të se i ka mërtu Allah s.w.t. Cilët janë ata emra? Musliman, besimtar, robër të Allah s.w.t. Edhe Allah s.w.t. e cek do më thënë librin e tja, apo si që cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ku thotë se thërritni thotë musliman me emrat të cilat e ka mërtu Allahu s.w.t. Musliman, besimtar, robër të Allahut s.w.t. Shekh Albani hadithin e ban hadith vërtet. Pro, Shekull Islam Ibn Taymija thotë se njeriu duhet që të emërton vllahun e tij musliman me ato emra të cilat Allahu neve na ka emërtuar. Jo me emra të cilat nuk i takojnë atij. Nëse njeri ka mundësi ta ketë një bindje për atyre, nuk do të thotë se është prej atyre. Nëse ka një gabim, nuk do të thotë se ai është prej atyre. Kjo është problemi i grupacioneve të cilat sot pretendojnë se janë sunnet edhe dalin njëri tjetrin e akuzojnë. Dalin e akuzojnë se ata janë drejt, ata janë hak, kurse tjerët janë tumbër të vijum. Kush e ka dhënë atyre atë drejt? Kush e ka dhënë? Mos i ka shpallje për Xhibrilit, që ti me definu se kush është hak e kush është batil. Kush e ka dhënë atë drejt? Askush. Ti për me definu atë se kush është hak e kush është batil, ti mos bëj dushë pas titulli. Dushë pas titulli atë titulli të madhe. Për me ditë se kush është hak e kush është batil. Jo vetëm se me fol. Për arsye se kjo është problemi i përçarjes ummetit, edhe i përçarjes domethënë e cila ka ndodhur mes muslimanëve. Për këtë arsye sot janë bërë shumë grupacione, janë bërë shumë parti, janë bërë shumë xhamate, edhe të gjitha dalin edhe thrasin në parimet e tyre. Ata nuk thrasin Kur'anin dhe Sunet, pa ata thrasin parimet e tyre edhe përcjelljen e hoxhës së tyre. Nga sa ata mendojnë se hoxha i tyre është Shekull Islam Ibn Taymija, ose e ka rrit gradën e sahabëve. Edhe thonë se ai do të pasohet. Kush e pason këtë hoxh, ai është hak. Kush nuk e pason këtë hoxh, ai është mbatil. E kjo pa dyshim se është ignorancë. Kjo është domethënë përçarja mes muslimanëve, edhe ato sot që thrasin domethënë xhamatet, edhe ato që kanë paraleluar domethënë parton edhe Shekull Islam Ibn Taymija. Për këtë arsye ti vllajtan musliman që i thon musliman, i thuaj besimtar, i thuaj rob i Allahut Azza wa Jall. Madje ka arrit çështja që disa grupacione të cilat e kundërshtojnë Ahlus Sunnetin. Pse e kundërshtojnë Ahlus Sunnetin? Për arsye se Ahlus Sunneti bazohet parimet e tyre nuk i ndryshon as pak. Ka për atyre xhamateve të cilat sot e kundërshtojnë madje i përkrahin shiat, i përkrahin mu'tazilët, edhe sufit. Edhe ati përkrahin vetëm se ata bëjnë pjesë në xhamatin e tyre. Nga se sipas parimeve të atyre është tek ata krejt janë musliman. Pa më parasysh çfarë bindje kjeti. A jeti sufi, a jeti shia, a jeti kaderi, nuk ka problem. Vetëm se ti a ime mund xhamat nuk ka problem. Edhe qëllimi i tyre zakonisht është ta kundërshtojnë Ahlus Sunnetin. Për arsye se Ahlus Sunneti gjithmonë qëndron stabil parimet e tyre. Edhe besimin e tyre, edhe na domethënë, që ka qenë domethënë në rrugën e pejgamberit Allahu subhanahu edhe sahabët. Për këtë arsye për duhet që të mësohet mirë, duhet që të edukohemi sipas asaj të cilët neve na kanë mësuar, domethënë për ardha e menhej, ai metodologji domethënë të parëve tonë. Këta e domethënë pra Ahlus Sunneti edhe xhamati. Për këtë arsye do të Bekor Ebu Zeid rahimullah thotë se Islami thotë krejt është metodologji, krejt është rrugë. Thotë musliman duhet që ta kapin atë rrugë. Thotë edhe musliman thotë krejt muslimanët janë xhamat. Allah dorë Allah është me xhamatin. Thotë nëse musliman fillojnë që të predikojnë xhamat, që thonë se ne kemi parti, ne kemi domethënë xhamat ose grup, atëherë dihet se vetëm se kanë filluar përçarjet mes muslimanëve. E kur përçarjen muslimanët atëherë çka ndodh? Atëherë dobësohen. E kur dobësohen, atëherë armiku shumë lehtë është domethënë që të sundon me ta.
Pra këto janë ehlu sunneti edhe xhamati. Ehlu sunneti edhe xhamati, po ehlu sunne janë domethënë ata të cilët kanë kapur për rrugën e pejgamberit Allahu azza wa jalla. Edhe rrugën e sahabëve. Ata e përcjellin metodologjinë e tyre. I përcjellin parimet e tyre. Edhe parimet atyre të cilët kanë ndar pas tyre, nga tabiin, edhe nga ata të cilët kanë ulemat për tyre, edhe nga awama apo njerëzit e rëndomt, të cilët i pasojnë deri ditën e kiametit. Këto janë ehlu sunne e me lenin Allahu azza wa jalla. Ligjëratën e ardhshme do ta shohim se kush janë xhamati. Për arsye se ne jemi ehlu sunne edhe xhamati, sot e shpjegojmë shkurt kush është ehlu sunneti, kurse javën apo ligjëratën e ardhshme me lenin Allahut do ta shpjegojmë se kush janë xhamati, edhe më do ta sqarojmë, do ta bëhet më e qartë se kush janë ata edhe kush apo kush duhet që t'i thotë vetes ehlu sunne, edhe kanë drejta të gjithë të pretendojnë se ne jemi ehlu sunne apo jo. Elos Allah azza wa jall që ta bën nga ata të cilët kapen për litarin e Kuranit dhe Sunetit, edhe elos Allah azza wa jall që ta bën nga ata të cilët janë ehlu sunneti me të vërtetë është i kënaqur Allah azza wa jall me ta. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.